Ai kujtoi agjërimin me sinqeritet dhe sakrificat për vëllezërit e motrat në nevojë. Kujtoi haxhin e fundit të një vëllai që vdiq gjatë kthimit nga Meka, dhuntinë e një motre që ndihmoi jetim, lutjet e natës së Kadrit që i kaloi në meditueshëm. Ai ndjeu se çdo veprim i tij kishte peshë dhe formonte shkallën drejt niveleve të larta. Por para se të vazhdonte më tej, meleku e çoi Zeidin në anën tjetër të urës, drejt portës së xhehenemit. Ai kërkoi të qëndronte për ta parë me sytë e shpirtit atë që pret ata që refuzuan mëshirën. Porta e xhehenemit ishte një masë ironike hekur, e veshur me gërvishçe që thërrisnin emrat e mëkateve, kufër, shirk, nifak, zulm, gibet, ria. Zjarri valzonte brenda duke nxjerrë tym të rënd dhe zhurma të thella. Pasi kaloi portën, Zeidi u përplas me erën e nxehtë dhe tymin e thatë. Me lumej me llav të kuqremt përshkruanin skenat e tmerrshme duke djegur çdo gjë në rrugën e tij. Në një brez zjarri ndodheshin 7 kate të xhehenemit. Katet e para ishin për hipokritët, për ata që falnin vetëm për të dukur, katet e tjera për ata që mohuan ditën e gjykimit, për ata që thyen besën dhe shtypen të pafajshmit, deri te katet më të thella. Kur gjarprind dhe demat e zjarrit i përgjonin shpirtin e çdo njeriu që nuk kërkoi pendim. Zeidi pa fytyra të njohura, fqin që nuk kishin agjëruar, miq që talleshin me të tillët, njerëz që kishin përcaktuar suksesin e tyre në këtë botë si prioritet, duke dëmtuar të tjerë. Të gjithë dridheshin, tundnin duar drejt qiellit, por tymi i zjarrit mbyti lutjet e tyre. Ai dëgjoi thirrje si pse nuk na shpëton dikush, ku është mëshira e Zotit, por përgjigjja ishte thjeshtja e ferrit. Ridvani i tha, meleku i tha, ky është realiteti për ata që jetuan me mendje të mbyllur. Nuk ka mëshirë për ata që nuk kërkojnë pendim. Dita e gjykimit nuk familiarizohet, ajo vjen papritmas. Secila fjalë e keqe, secili akt i padrejtë, secili mendim i ndyrë e rreshtojnë shpirtin tuaj në këtë vend zjarri. Zeidi u drill, por ndjeu një valë shprese. Ai ju afrua gardhit që ndante dritën e xhenetit nga errësira e xhehenemit. Ai preku gardhin e argjend me gishta dhe ndjeu një zbehtësi shpresë. Meleku i tha, çdo shpirt që kërkon falje sinqerisht, çdo devijim që korrigjohet me pendim, çdo hap drejt Zotit do ta shpëtojnë nga zinxhirët e zjarrit. Në atë çast, një dritë e njohur u përhap nga xheneti, duke shpërfyllur tybnajat e xhehenemit. Zeidi u kthye prapa drejt dritës së pafundme të xhenetit. Me lajket e pritën me krah të hapur, duke kënduar lavdërime hynore. Një melodi e butë dëpërtoi në çdo qerizë të trupit të Zeidit. Allahu Ekber, la ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah. Ai ndjeu se zemra e tij ishte pjesë e një kozmosi lavdërues. E kuaçoi në një pemë të veçantë që rritej në një kënd të coptuar të kopshtit, pemës i varr portokallit të kristalt e limon të endur me mjaltë qiellor. Në hijen e saj Zeidi pa një stol prej ari, gdhendur me fjalët: "Ky është stoli, ulsja e çdo shpërblimi që fitohet me sinqeritet." Në një cep tjetër të kopshtit ai vuri re një lum që rrinte nga pema e dijes, një rrjedh uji plot dritë e cila pasqyronte çdo moment të jetës së besimtarit, çdo pendim, çdo falënderim. Uji shkonte duke u shndruar në stolisje prej rreze drite që dëpërtonin në çdo thellësi të shpirtit. Ky lum është për dietarët dhe për ata që kërkojnë kuptimin e thellë, e shpjegoi Meleku. Ai gërmon në qelizat e civilizimeve dhe sjell dritë në zemrat e hulumtuesve spiritual. Zeidi eci mes tabernakulave ku ruheshin shpata prej drithirit të projektueshme për mbrojtësit e së vërtetës dhe shall prej reve për udhëtarët e hënës hynore. Tek çdo tabernakul ai fliste me gjuhën e shpërblimit, çdo armë e fokusuar në mbrojtje të besimit, secili shall që mbështjell njeriu në qetësinë e zërit hynor. Janë shpërblime të përcaktuara për ata që ruajnë devotshmërinë. Inna akramakum indallahi atqakum, tha Zoti i Madhëshëm Kur'an. Me nderuarin ndaj ju është ai që është më i devotshëm. Papritmas zemra Zeidit ndihet e tubuar me një ndjesi përgjegjësie. Mund të përhap këtë mesazh, pyeti ai. Ridvani, meleku buzëqeshi dhe i preku supin. Kjo është detyra e çdo banorit të xhenetit që kthehet në botën toksore, të ndajë dritën e gjetur, të jetë pasqyrë mëshirës për çdo shpirt të hutuar. Pasi eksploroi nivelet e para deri te katërtin, ai arriti një terren ku pemet ishin të mbështjellja me një shkëlqim portokalli të butë. Degët e tyre me druj murmurinte melodia e Kuranit. Aty në një pjatë prej perle u shfaq një seri gjurmësh nga këmbët e pejgamberëve të mbrojtura me respekt të skajshëm. Këtu ruhen gjurmët e tyre për t'u dhënë atyre që duan t'i ndjekin me besnikëri, shpjegoi meleku. 7 nivelet e xhenetit ai zbuloi se çdo shtrati ishte i personalizuar sipas nevojave shpirtërore. Një dhomë meditimi me kupola prej xhamit të kaltërt ku melekët qëndronin në heshtje duke joshur me këngën e fryrëve të tyre. Një dhomë mësimi ku librat e dijes fluturonin lehtë nga çdo raft duke i dhënë mundësi leximi pa pasur nevojë t'i prekësh me duar. Një simbolike arritjes së dijeve që nuk plaken. Në fund meleku e çoi Zeidin te porta e kthimit ku dyert ktheheshin sërish
përgjithsisht drejt botës së hënës toksore. Para se të përshëndetej, Leku filloi të recitonte me zë të lartë një ajet: "Dhe ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti tyre i drejton në mëshirë dhe qetësi." Kuran 20 ajeti 100.